Rafal i apostrofurin të shtunë rreth orës 14, i cili po lufton me jetën në spitalin e Nishit. Që ka në rrezik për jetën. Pyetja ditë, ajo hoq frikza urinare dhe indi kardiak të apostrofurit. A ka ende Milani një plum në shpinë dhe prognoza është e panjohur. A do të mbetet invalid dhe sa gjak humbi ai gjatë transportimit nga Prokuplja në Nish, a u qëllua Milani nga prapavia dhe pse? A keshin pjesëtarë të ushtrisë sërbe uniformat kamuflazh pa emblema? Përveç ushtrisë, a ishte përfshirë dikush në gjuhëti për Milanin? A ishin 3 gjipa në fush pa targa? A u kry hetimi? Kush e kryer dhatë dhe kur? Ku është laudaniva Milanit? A u mendua se kjo do të fshihej? A mendoni se askur nuk do të përgjigjet kurrë? Janë disa pyetje që ju kanë nështruar institucionet Serbisë. Pra, përmes këtyre pyetjeve që avokati i të apostrofurit ju ka drejtuar institucioneve të Republikës Serbisë, tregon për gjendjen e tij tron, mënyrën se si është kidnapuar, mënyrën se si është përdor Rafale. Kjo pas ka ndodhur më 1 nëntor, apo atëherë është pranuar informacioni se kjo nuk është e saktë. Kjo nuk po dihet saktë se kur ka ndodhur. Saktë, fjala është për me të parin, pra me 1 nëntor. Me 1 nëntor. Po, dhe ka qenë, domethënë përderisa unë po besoj që të parë ka qenë vetë avokati i tij i cili ka lajmëruar rastin. Dhe pastaj Qysh ka qenë mundur të hyjë në territor të Kosovës më pas daljen dhe sot më 3 nëntor shembull. Opinioni publik ta marrë vesh këtë. Po ripërsërisim. Vija kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë mbi 300 kilometra dhe kur kiet parasysh se çfarë terreni është i thyer dhe është e pamundur që të mbyllet hermetikisht. Prandaj ata kanë hyrë, kanë qenë, unë mendoj që kanë pas bashkëpunëtor brenda territorit të Kosovës, ku personi në fjalë ka dalë, thuhet se ka dalë për ta marrë një mik për një aheng mrena në shtëpinë e tij ta marr mikun dhe ta çojë në shtëpinë e tij dhe me gjas ky është përcjell dhe është vëzhguar në vazhdimsi në çdo lëvizje të tij dhe gjithçka ka qenë planifikuar që ky i fundit të plagoset dhe të deportohet në Serbi, në territorin e Serbisë.